Pavarësisht sinjaleve për progres diplomatik, fundi i luftës mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit ende nuk duket afër. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se negociatat me Teheranin mund të kërkojnë edhe disa ditë të tjera, duke zbrehur shpresat për një marrëveshje të shpejtë. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme iraniane tha se është arritur progres në disa pjesë të memorandumit paraprak, por theksoi se kjo nuk do të thotë se palët janë pranë një marrëveshjeje përfundimtare. Që prej pushimit të pritshëm të muajit prill, SBA-ja dhe Irani kanë vazhduar përplasjet për çështje kyçe, përfshirë programin bërthamor iranian, konfliktin mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, si edhe kërkesat e Teheranit për heqjen e sanksioneve dhe akses në fondet e ngrira. Sipas burimeve amerikane, palët po punojnë mbi një memorandum me 14 pika, i cili do të ndalte përkohësisht luftën dhe do të hapte një periudhë 60 ditore për negociata më të thella. Një zyrtar amerikan pretendoi se Irani ka pranuar në parim hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe heqjen dorë nga uraniumi i pasuruar në nivele të larta në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane. Por zyrtarët iranian kundërshtojnë këtë version, duke thënë se dokumenti aktual fokusohet vetëm në ndalimin e luftës dhe jo në çështjet bërthamore. Nëse arrihet një marrëveshje paraprake, ajo duhet të miratohet fillimisht nga Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare të Iranit dhe më pas nga lideri suprem iranian. Më pas do të nisnin negociatat për çështjet më të vështira, sidomos programin bërthamor, për të cilin SBA-ja pretendon se synon prodhimin e armëve atomike, akuzë që Teherani e mohon vazhdimisht. Marrëveshja e fundit bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore u arrit në vitin 2015, por u anulua 3 vite më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump. Tensionet mbetet të larta, ndërsa rajoni pret nëse diplomacia do të arrijë të shmangë një përshkallëzim të ri ushtarak.